Përshëndetje të gjithëve, jemi me analizën teknike javore dhe si çdo javë do analizojmë Euro Poundin, Euro USD dhe Euro CF. Gjatë kësaj jave patëm zhvillime të mira dhe disa nga setapet tona dolën me sukses dhe disa të tjera dështuan. Kështu që shkojmë tani në charte dhe ju shpjegoj se çfarë mund të kemi në javën e ardhshme, çfarë setape mund të kemi. Atëherë fillimisht Euro Poundi ndodhet në një zonë të rëndësishme supply, ndodhet për momentin dhe ajo çka mund të shohim nëse afrohemi në price sectionin e fundit, mund të shohim një ngjecje që ka bërë Euro Poundi gjatë orëve të fundit të premtes. Pra kemi një qiri të fortë bullish, i cili dobësohet më pas, kemi shfaqje të shitësave, shfaqje të blersave dhe më pas shfaqje të shitësave përsëri. Kjo tregon që këtu në këtë zonë kemi shitësa sepse e kemi pasur dhe këtë rënien e madhe këtu nga kjo zonë, nga prafërsisht një drop prej 40 pips. Ajo çka pres tek Euro Poundi unë tani është që të kemi një ngjecje akoma më shumë tek kjo zonë supply dhe më pas një qiri bearish na konfirmoj futjen e shitësave dhe të kemi një drop prafërsisht drejt kësaj zone këtu, e cila është zonë midis nivelit 50 dhe 61.8 të Fibonacci. Ky është skenari për sa i përket Euro Poundit. Shkojmë tek Euro USD. Euro USD për momentin ndodhet afër një zone të rëndësishme demand dhe kjo zonë është dhe imbalans për të mbushur përafërsisht. Ka tentuar ta mbushi këtu dhe besoj është mbushur, por zona demand është kjo këtu dhe mund të kemi një afrim të çmimit drejt kësaj zone për të parë se si mundet të vazhdojmë më pas Euro USD. Skenari për sa i përket kësaj jave është që të shkojmë me një lëvizje të ngadaltë drejt kësaj zone demand, më pas të kemi një qiri bullish dhe të na çojë më pas direkt dhe tek zona më afër supply, e cila është kjo zona këtu. Ky është skenari për sa i përket Euro USD dhe Euro CF për momentin është e pa qëndrueshme dhe është në një vend që është midis dy zonave të rëndësishme demand dhe supply. Ka marrë këtë zonën supply, e cila është nga niveli këtu, pra nëse shikoni e ka marrë që nga dy shkurti këtë zonë dhe kjo zonë këtu ka sjell këtë dropin e fortë nga zona 0.92.180 drejt zonës 0.91.500 që janë shumë pips. Dhe kjo është zona më e afër supply për momentin, por ndodhemi akoma larg kësaj zone. Ndërsa zona më afër demand është kjo zonë e cila u thye dhe u ritestua nga Euro CF të premten dhe tani duhet të presim se si do zhvillohet struktura Euro CF. Nëse do shkojmë në zonën supply, do kemi ngjecje dhe një qiri bearish për na konfirmuar një lëvizje short, apo do shkojmë në zonën demand, do kemi një ngjecje, një qiri bullish dhe më pas një lëvizje long. Këto dy janë skenaret për sa i përket Euro CF, e cila është e paqartë për momentin dhe nuk ja vlen që ta tregtojmë, por duhet ta presim, mbase mund ta presim 1, 2, 3 ditë për të na dhënë një setup sa më të mirë. Kjo ishte edhe analiza teknike javore për këtë javë. Shpresoj që setapet na dalin gjatë kësaj jave që vjen dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe kanalit tim të YouTube-it. Shihemi në analizën teknike të ardhshme.